Qarkullimi i automjeteve në aksin kombëtar Përrinjas Elbasan është bllokuar plotësisht, duke krijuar një situatë tepër problematike për mijëra qytetarë që kanë mbetur të izoluar për orë të tëra në trafik. Sipas njoftimit zyrtar të policisë rrugore, bllokimi shtrihet në një segment të gjatë të rrugës, nga ura e Bushtricës deri në zonën e Labinotit. Për 10 kilometra, automjetet kanë mbetur të palëvizshme, ndërsa janë krijuar rallë të gjata mjetesh në të dyja drejtimet e lëvizjes. Burime nga policia bëjnë me dije se shkaki i kësaj situate janë kushtet e rënda atmosferike, temperaturat nën zero dhe formimi i ngricave në rrugë të kombinuara me fluksin e lartë të automjeteve. Në disa segmente, mjetet e rënda kanë patur vështirësi në qarkullim, duke ndikuar drejt për drejt në paralizimin e trafikut. Mijëra drejtues mjetesh, si dhe pasagjerë, mes tyre dhe familje me fëmijë, kanë mbetur të bllokuar në kushte të vështira, ndërsa temperaturat e ulta e rëndojnë dhe më tej situatën. Në teren ndodhen forcat të policisë rrugore dhe shërbime emergjente, të cilat po punojnë për menaxhimin e trafikut dhe normalizimin gradual të qarkullimit në këtë aks kombëtar.